retorika të gjindet një emër apartijak është më shumë që të arsyetohet zhagitja. Për shkak se edhe nëse vije prej një partije, prap ne do të kemi president konsensual, për shkak se edhe për atë duhet një konsensus, apo jo. Po kjo është e kanë gjetë një farë formule, një farë formulimi retorik ashtu të cilin qytetari nuk e merr aq shumë vesh, edhe po e vrejnë që po ju ecë me këtë dhe po vazhdojnë si tillë. Po të kishte interesim Zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje që ne të kishim tani president, qeveri, parlament, tani ne nuk do të merreshim me fare në këtë bisedë me këtë temë, t'ju them të drejtën, po do të përfundoj dhe do të harrohej ajo. Pse po e them këtë? E para, lëvizja vetëvendosje nuk do ta kishte pas fare problem, po që se do t'ja kishte bërë një ofertë sinqert Partisë Demokratike të Kosovës, që të zgjidhej edhe presidenti edhe të gjitha. Por, Zoti Kurti është një pozicion të tillë. Pse ai duhet t'i jap dikujt diçka që e ka në dorë? Pse? Zoti Kurti gjithçka ka në dorë tani. Dhe në qoftë se parti tjera pretendojnë që ai do t'ulet me ta, apo me to, dhe do të thotë ja ku e keni presidentin, ja ku e keni disa ministri, ja këtë, ja atë, atë punë le ta harrojnë, për shkak se në fund të ditës ne të gjithë e dimë që kjo që po ndodh sot është ndër e kahmosshme e Zotit Kurti. Në anën tjetër, Zotit Kurti nuk i konvenon stabiliteti, për shkak se e dimë që Zoti Kurti qeveris veç kur ka kriza, dhe kur s'ka kriza, i ndërton kriza, krijon kriza, për shkak se duhet zhvendoset vëmendja diku. Për çka do të bisedonim ne sot, po ta kishim një qeveri stabile dhe një president? Unë me siguri do të pyesja pse su përfundua autostrada për Gjilan deri më tani. Pra po i shmang përgjithësit? Absolutisht po, do të thotë është zhvendosje totalisht e vëmendjes së qytetarit edhe prek nga pak atë farë sentimenti nacional të disa qytetarë të cilët pretendojnë që janë patriot dhe nuk e kanë të qartë që patriotizëm është ta mbrosh shtetin. E jo të flasim tani për nacionalizma, për shkak se ato për çka po flet Zoti Kurti sot, ato kanë përfunduar në vitin 1999. Kur Zoti Kurti flet për shtetin, edhe çështja e shtetit edhe shtetësisë ka përfunduar me 17 shkurt vitit 2008. Tani çka duhet edhe çka është patriotizëm është forcimi i shtetit, e jo dobësimi i tij. Do thotë në qoftë se dikush punon në dobësimin e këtij shtetit, e kjo po ndodh ajo është tradhti. Pra, Albin Kurti po bën tradhti kombëtare, bie pak a shumë. Po tashti unë s'po them që po bën, po unë po them në qoftë se ai funksionon kështu dhe shteti për ditë më shumë bëhet më i dobët, atëherë më fal, si ta quaj ndryshe, patriotizëm nuk është. Për ta zbut fjalën tradhti, atëherë po them është shumë i padijshëm që të qeverisë. Shumë i padijshëm që të qeverisë. Megjithatë, sot insistonte që duhet të thënë emra, sepse thoshte se jemi vonë, po humbim edhe më shumë kohë, tha humbim edhe më shumë kohë nëse shkojmë në zgjedhje. Po thot emra, po kërkon emra, por tha nuk do t'i them para mediave, pret sigurisht që ndoshta partitë e tjera t'i thonë këta emra. A ka një emër që mund t'i bëj bashkë krejt këto pole kaq shkundërta për momentin? Tashti, Zoti Kurti kur ulet në tavolinë me ata persona, jep ndonjë emër të cilën nuk mund ta pranon pala tjetër. E para. E dyta, emri mendoj që duhet vi nga partitë të cilat i kërkon që të vi në koalicion, për shkak se në fund të ditës krejt çka i duhet këtij vendi momentalisht është checks and balances. Do thonë që të ndërtohen balancat. Po tashti edhe ajo nuk i duhet Zotit Kurti, për shkak se në qoftë se e shohim realisht, gjykatën gati veç e ka kap, prokurorinë veç e ka kap, këshillin prokurorial veç e ka kap, do të thotë tani më i ka të gjitha në dorë dhe ato vendosen me presidentin. Me qenë se e ka gjithçka në dorë, atëherë pse duhet Zoti Kurti ta jap presidentin? Në anën tjetër, në situatën në të cilën ne gjendemi tani aktualisht, falni, po ne po e përjetojmë anarkinë e butë.
Ne momentalisht jemi në një anarki të butë. Zoti